Në lajme ndër të tjera do të ndiqni një shpërndarje në Gjirokastër 13 karike për persona me aftësi të kufizuar, edhe pse të regjistruar rezultojnë 28 persona, numri i real i tyre mendohet më i lartë. Shoqata e tetra dhe paraplegjikëve në Gjirokastër, edhe pse operon prej vitesh, nuk ka një qendër të saj ku të drejtohen personat e interesuar. Banorët e fshatit Topoja në Gëlqyr të Përmetin kanë vendosur mos shkojnë në zgjedhjet e 18 qershorit si shenjë proteste ndaj harresës. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranit televizionit i Kanal 7, ju jam mëngjesisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Janë shpërndarë në Gjirokastër 13 karike për persona me aftësi të kufizuar, edhe pse të regjistruar rezultojnë 28 persona në qarkun e Gjirokastër, numri real i tyre mendohet se është 40. Janë shpërndarë sot në Gjirokastër 13 karike për 13 persona me aftësi të kufizuar, mundësuar nga Fondacioni Shqiptar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar si dhe Kisha e Jezu Krishtit. Rreth 10 mjek të huaj që vinë një herë në muaj në Shqipëri dhe janë pjesë e Kishës së Jezu Krishtit si vullnetar, mbritën në qytet për të parë nga afër problemet e personave me aftësi të kufizuar. Pasi si shton vetë ata, çdo person me aftësi të kufizuar ka probleme të veçanta dhe në këto karike ata duhet të ndihen komod dhe jo të shkaktojnë dhimbje. We have been involved with them for many years. And we are actually working on making sure that we are working with them for many more years to provide wheelchairs. Ne kemi qenë në bashkëpunim prej disa vitesh me Fondacion Shqiptar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar dhe me sa shoh do të punojnë edhe për disa vite të tjera për të sjellë karike për njerëzit në Shqipëri. Kjo shoqat ka bërë një punë të mirë për njerëzit në Shqipëri. I kemi vajtur në disa vende duke trajnuar njerëzit se si mund të ndihmojnë personat me aftësi të kufizuar. Pjesë e trajnimit është që këta njerëz duhet të përshtaten në kariket pa i dëmtuar, pasi karika duhet të shërbejë atyre. Ne jemi anëtar të Kishës së Jezu Krishtit dhe vim çdo muaj dhe përpiqemi që të vëmë të gjithë botën ashtu siç vim dhe në Shqipëri. Yes, so our church members give 10% of their income every month to the poor, and through that money we are able to provide wheelchairs to countries around the world such as Albania. Drejtoresha e Shërbimit Social Shtetëror Magdalena Margariti tha për media se në qarkun e Gjirokastës numërohen 28 persona me aftësi të kufizuar të deklaruar, por shifra mendohet se mund të jetë rreth 40 persona. Po sipas saj, për persona që nuk mundën të jenë prezent, kariket do të shkojnë në familje pas një kosto. Shërbimi Social Shtetëror në Gjirokastër së bashku me Fondacionin Shqiptar për personat me aftësi të kufizuar edhe me organizatën e përfaqësuar nga zotëria i cili foli tani, sot kryen një aktivitet shumë të bukur. 13 personave me aftësi të kufizuar në Gjirokastër i dhurohen kariket sipas përmasave dhe sipas të dhënave të tyre specifike. Së bashku me këtë aktivitet ne vendosim edhe një standard të ri shërbimi, standard që do të thotë personat të cilët kanë nevojë mund të vinë pranë shërbimit social shtetëror, të lënë të dhënat e tyre dhe pas kontakteve me fondacionin ne ju dërgojmë atyre kariket në shtëpi. Kjo është një gjë shumë e bukur. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë donatorët, Shërbimi Social Shtetëror në Tiranë, Fondacionin Shqiptar për personat me aftësi të kufizuar dhe njëkohësisht ne ofrojmë dhe një model shërbimi ndaj qytetarëve. Prioriteti janë nevojat specifike të personit, por në përgjithësi nuk do të ketë dallime ose dallime për personat. Gjithë personat cilët kanë nevojë për një karige do vinë në Shërbimin Social Shtetëror, do merren përmasat e tyre nga administratori dhe menjëherë këto dërgohen në fabrikën në Tiranë ku përgatiten me të dhënat e tyre specifike. Kariket vinë në Gjirokastër përsëri dhe ju dhurohen familjeve pa asnjë kosto. Në qarkun e Gjirokastrës ne sot numërojmë rreth 28 raste, të cilat ne i kemi në statistikat tona, por ka edhe raste të padeklaruara. Gjithsej unë mendoj që në qarkun e Gjirokastrës mund të kemi nevojë për 40 karige me rota, por mendoni që sot ne dham 13. Mendoni çfarë suksesi është që të gjitha personat të cilat nuk është se kanë mbetur pa karige, por nuk kanë pasur mundësi të vinë sot
të paraqiten këtu, ne do t'ja ofrojmë këtë shërbim në vazhdimsi. Si mëtej, shoqata e tetra dhe paraplegjikëve në Gjirokastër, edhe pse operon prej vitesh në këtë zonë, nuk ka një qendër të saj ku personat e interesuar të drejtohen për më tepër informacion. Shoqata e tetra dhe paraplegjikëve në Gjirokastër, sepse ka vite që operon në jug të vendit, nuk ka ambiente të saj ku personat me aftësi të kufizuar të drejtohen dhe të bëjnë antar të saj, pasi duke u identifikuar me kartën e antarësisë, identifikohen dhe problemet e tyre. Ky fakt bëhet i ditur nga vetë kryetaria e shoqatës, Mikja Vjollca Koko. Unë vërtet jam kryetare e shoqatës, por të them që ne nuk kemi ambient për shoqatën. Dhe unë jam një person që gjendem kollaj nga këta persona, sepse duke punuar në spital, ata vinë dhe më thonë nevojat e tyre. Por unë doja të bëja edhe një thirrje që të vinë të regjistrohen në shoqat, të qenit të smur ose të qenit me atë kartën e invalidit para dhe tetraplegjik nuk të bën detyrimisht antar shoqatës. Duhet vish të antarësohesh të shoqatës, sillesh dokumentacionet dhe unë jam dhe të marrësh kartën e antarësimit. Unë jam e bindur se nëse ata do vinë të antarësohen, ne do njihemi edhe me shumë nevoja të tjera që kanë, edhe nëse ne sot adresojmë një nevojë që ata kanë për karroca në ditën e vazhdim ose në periudhën e vazhdim, ne mund të jemi në gjendje të adresojmë edhe nevoja të tjera që mund të kemë për shërbime të tjera. Por si të gjithë në çdo familje prioritet janë fëmijët. Kështu që prioriteti më i madh ka qenë te fëmijët, që të dalin jashtë, të dalin të kenë mundësi të ndoshta të arsimohen më vonë ose të hyjnë në shoqëri me shokët, me prioriteti kryesor është por të gjitha moshat janë në listë për të pajisur me karrocë. Prioritarja ajo që të bën që të dalësh nga shtëpia, që të hysh në shoqëri, paktën është pajisja me një karrocë. Unë nëpërmjet këtij fondacioni e kam marrë këtë karrocë para disa vitesh dhe unë jam shumë i njohës për këtë dhurat që më kanë bërë, sepse gjithçka është falas. Shifrat zyrtare të personave me aftësi të kufizuar të qartë deklarohen se nuk janë reale pasi mendohet se në zonat rurale ka më tepër persona me aftësi të kufizuar, të cilët si shkak i mungesës së informacionit nuk kërkojnë të drejtat e tyre që u takojnë me ligj. Ndrojmë natyrën e informacioneve tona, banorët e fshatit Topojan në kërcyr të Përmetit kanë vendosur mos të shkojnë në zgjedhjet e 18 qershorit, si mënyra e vetme për të protestuar kundër harresës së qeveritarëve. Vendimi i bojkotit të zgjedhjeve të 18 qershorit është vetmja zgjidhje menduar për banorëve të fshatit Topojan në kërcyr të Përmetit, në shenjë proteste për gjithë harresën e shtetit ndaj tyre në shumë vite. Edhe pse një nga fshatrat më të pasur me burim ujore, Topojani sot vuan mungesën e tij. Ngërçi tjetër që rëndon çdo ditë më shumë jetën e banorëve janë 9 kilometra rrugë, që kurrë nuk janë shtruar në 26 vite demokraci. Udhëtimi në rrugën që lidh tre fshatat zgjati së paku 1 orë 30 minuta në një terren të vështirë të rrezikshëm. Ne duam të na bëhet rruga, se s'është interesuar asnjë as qeveritar, asnjë gjë. Për herë të parë ja ju po u shikojmë që na erdhë këtu, po e ka mundësinë qeveria të na i bëj atë. Po në qoftë se ata s'duan ta bëjnë edhe ne nuk do marrim pjesë as në zgjedhje as në. Kemi 25 vjet që nuk është bërë kjo rruga dhe jeni të parë televizion që vini për në Topojan dhe e mira është që të bëhet paktën rruga vetëm për njerëzit, domethënë që të ketë paktën lëvizje njerëzit e ashtu. Të ndërtojnë ato shtëpi që janë dhe neve nuk do marrim pjesë fare në zgjedhje, domethënë po su bëhet domethënë të paktën rruga të paktën. Përse do të jesh të paktën rruga? Përse problemi që kemi ne, këtu ka 26 vjet, jemi bërë, si të thuash, njerëz shumë të anësuar nga shteti. Themi do bëjmë shtet. Ku është shteti? Kemi marrë mbi se 4-6 vjet kemi marrë vendime nga Këshilli i Komunës. I vëmë zotit kryetar të Këshillit Bashkuar Komunës Këlcyr, bashkisë më falni, a i thotë unë nuk dua ta di për Këshillin e Komunës Sukës. Unë si familje kam 2 hektar tokë. Kam 20 vjet nuk kam bjell asnjë plomb. Nga arsyeja e rrugës. Mua më shpreh koka, më shedhur atje poshtë, vetëm jetoj si njeri kështu. Prandaj i lutem shtetit, me që ai bën thirrje do bëj shtet, ku është shteti? Rruga këtu nuk kemi parasifadrom, gënjen disa persona për një 10.000 lekë ose për një 1.000 lekë ose për një 2.000 lekë. Po ajo është jeta e njeriut?
Çfarë do të bëni ju nëse askush nuk interesohet akoma? Ne zgjedhje do t'i boikotojmë. Po. Po ku të vejmë të bëjmë protest? Kush pyet për ne, nuk ka popullsi, thot. Kryetari na ka përzën në zyra. Kryetari bashkisë. Nuk e njihni ligjin, na ka thënë. Rrugën që ju bët sot dhe keni ardhur, ju faleminderoj shumë njerëz, se nuk kemi para asnjë gazetar në shtetit, asnjë njeri që t'interesohet. Vetëm kur kanë ato votat, vinë këtu bëjnë një takim, na edhin dorën, flasin, po ne i kemi boikotuar dhe të tjera votat. Edhe si vjet po, unë s'kam votuar. Tani ju faleminderit, vështirësitë e rrugës ju i pat dhe i shikoni, të mbetet një sëmundje na vdes në shtëpi. Ku me këta ngrejmë, se njerëzit nuk as popullsi këtu që të kërkojmë ndihmë njëri tjetrit. Lëre pasaj për mirëqenien e njeriut. Po punojmë si në mesjet me kuaj. Shim me kuaj. Këtu e kaq vjet demokraci. Çfarë demokraci është kjo? Shpresojmë me këtë ardhjen tuaj të kemi reagim të shtetit, se e pat vetë edhe rrugën se si ishte 6 kilometra rrugë të vish për një orë gjysmë është turp i madh. Dhe shpresojmë tani të bëhet më mira, të funksionojnë ligjet e tëra me radhë, edhe rruga, se edhe helikopteri ka probleme këtu te ne, jo më makinat që s'ka shanse. Jemi në shpresë kur mban koha që të lëvizim me makina, se po rashine jemi të izoluar. Po shpesher, kur kemi nevoja, jemi detyruar të lëvizim, se do bëjmë edhe rrugën, pazare, do marrim gjëra që na interesojnë. Thjesht për dëshirë është e pamundur, se nuk do të sakrifikosh që të vesh poshtë, që të ecësh me këtë rrugë që kemi ne këtu. Është katastrofë. Edhe të mos mundohet njeri që të marri rrugën të vi për të kërkuar votat tona, se ne jemi në mëshirë të Zotit, na kanë harruar, nuk duan ta dinë se ka banor fshati Topojan apo s'ka. Kemi 26 vjet, nuk është kujtuar njeri që të vi e të shikoj këtë vend. Braktisja e zonave malore është kthyer prej vitesh një fenomen i zakonshëm. Një pjesë e mirë e banorëve të këtyre fshatrave detyrohen të largohen prej banesave të tyre përkundër dëshirës për të qëndruar, për shkak të mungesës infrastrukturës dhe izolimit të tejskajshëm të këtyre zonave. Pasuria natyrore e të cilave është e paçmuar dhe krejtësisht e pavlerësuar. Zoti është treguar bujar me këto zona, ndërsa qeveritë ndër vite i kanë harruar. Është momenti të njihemi informacionet më të fundit nga rajonet e bota. Aksionet të mëshme të regjimit Assad nuk do tolerohen më, kështu ka deklaruar presidenti amerikan Donald Trump në një konferencë të përbashkët për të shtypur me mbretin e Jordanisë në shtëpinë e bardhë. Kur gazi vret fëmijët e sapo lindur, për muaj janë kaluar shumë vija, ajo e kuqja po e po, ka thënë Trump. Ai ka theksuar se administrata Obama ka humbur një mundësi të arë për të zgjidhur krizën siriane. Sulmi kimik në Siri ishte i tmerrshëm, nuk ka fjalë për ta përshkruar, ishte një sulm ndaj njerëzimit, ka vijuar Trump. Nga sulmi me armë kimike në Siri mbetën të vrarë 72 persona, mes së cilëve 20 fëmijë dhe 17 gra. Moska zyrtare mohoi që regjimi i Assadit të ketë kryer qëllimisht sulmin dhe refuzoi të njëjtë projekt rezolutën e OKB-s. Këto akuza janë një provokim, ka thënë Kremli. Ndërkohë sulmi është dënuar dhe nga ati i shenjtë Papa Francesku, që ka shprehur keqardhjen dhe ka cilësuar si të papranueshme. Presidenti rus Vladimir Putin ka shprehur shqetësimin për gjendjen e sigurisë në Rusi. Kreu i Kremlinit ndodhet me shefat e strukturave të sigurisë pas sulmit terrorist në Shën Pjeterburg, ku humbën jetën 14 persona. Ndërkohë 6 vet janë arrestuar në këtë qytet në ndyshimin se po rekrutonin njerëz në radhë të Shtetit Islamik dhe planifikonin sulme terroriste. Lajmin e ka bërë të ditur autoritetet ruse, sipas të cilë arrestuar janë nga Azia Qendrore dhe kanë intensifikuar aktivitetin e tyre prej nëntorit të kaluar. Për momentin nuk ka prova që ata të lidhen me Akbazoj Aholi, një rus me origjinë kirzike, konsideruar si autori i sulmit të së hënës që u mori jetën 14 persona dhe vrau 50 të tjerë. Të ndaluar po rekrutojnë emigrantë të tjerë nga Azia Qendrore dhe në Shën Pjeterburg për të kryer sulme terroriste për të bashkuar grupeve të armatosura, thonë deklarat. Materiale lidhur me ekzekutimin islamik u gjetën gjatë kontrollit të banesave të tyre, vijon njoftimi zyrtar i cili nuk jep detaje të mëtejshme. Ndërkohë po vazhdojnë hetimet për sulmin në metro për të verifikuar motivet e autorit dhe nëse ka pasur lidhje me lëvizje radikale. Deri tani asnjë grup nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulm. Në media spekulohet se sulmi ishte një akmarrje për sulmet ajrore ruse në Siri. Shefi i Komitetit Rus, Aleksandr Barzitski, u ka bërë thirrje tuze që fokusohen tek lidhjet e mundshme dyshuara me ISIS-in. Shteti Islamik ka reduktuar shumë militant nga Republika e Azisë Qendrore dhe Kaukazit të Veriut.
Qytetarët e vendit Bashkimit Evropian mund të vazhdojnë të lëvizin lishëm drejt Britanisë së Madhe dhe pasi mbretëria e shëllor të largohet nga bloku. Kështu është kryeministra britanike Theresa May gjatë së martës, ndërsa sipas saj që shpjegon BBC-a, May ka theksuar se do të lejohet një periudhë tranzicioni gjatë së cilit lëvizja e lirë nuk do të preket. Edhe kur të kemi siguruar një marrëveshje do të jetë e nevojshme ekzistenca e një periudhe kohë tranzicioni ku bizneset dhe qeveritë të rishikojnë dhe të përshtaten sistemin e tyre, tha May. Të drejtat qytetarë të BE-s në Britani dhe të qytetarëve britanik anë mban Europës do të jenë një çështje të diskutueshme në nisjen e negociatave për Brexit në të dyja palët që kanë nënvizuar se ky është një nga elementet më të rëndësishëm të divorcit. Alitalia po zhvillon një grevë 24 orësh në shenjë proteste për shkurtimin e vendit të punës dhe të pagave, vendime që janë pjesë e planit të ri për të nxitur sërish ngritjen e kompanisë italiane të fluturimeve ajrore. Kompania e cila kontrollohet nga Etihad Airlines në bazën e Emiratet e Bashkuara Arabe, njofton se greva së mërkurës ka detyruar anullimin e 60% të fluturimeve të saj. Sipas njoftimit të kompanisë, janë duke u përdorur vetëm avionë më të mëdhenj të mundshëm fluturim më të ngarkuara, ndërsa më shumë se 90% të pasagerëve u janë shtyr biletat. Plani i shpallur muajin e kaluar sipas grevistëve ka mungesë të theksuar besueshmërie mbi kursimet afat shkurtra, pasi nuk ekziston asnjë plan për rritjen e afatgjatë të kompanisë. Agjencia italiane e lajme ANSA thotë se qeveria është takuar me aksioner italian që kontrollojnë 51% të kompanisë ajrore, të cilëve u ka kërkuar të investojnë për ndihmuar kompanitë të kthehen në gjendje të shëndetshme financiare. Rikthehemi në vend, ekipi luftëtarit ka nisur përgatitjet për ndeshjen anti-Partizan, një ndeshje shumë e rëndësishme për ecurinë e ekipit luftëtarit. Ecuria pozitive luftëtarë në 3 fazat e para ka mjaftuar që ta shikojnë skuadrën me një sy tjetër, vendi 4 në klasifikimin 36 pikë, si dhe lojrat e bukura që kanë demonstruar Gjirokastrit në 3 fazat e para, duke se janë shndruar në një maks më vete për të besuar te Mladen Milenković. Për të sfiduar të gjithë skeptikët, luftëtari nuk u mbet kohë duke sfiduar dhe rreshjet e shiut që i shoqëruan dje gjatë seancës stërvitore, ku nisi puna për Partizanin. Humbja në Kukës në Zeqyrymeri tashmë është arkivuar, por kalendari u rezervon Gjirokastrit e një tjetër transfer të vështirë. Stafi teknik i luftëtarë si dhe futbollistët mbeten të gatshëm për përballuar rivalin e radhës. Në ndeshjen ndaj të kuqve të kryeqytetit, luftëtarët rikthen të skualifikuarit Vangjel Zguro dhe Devi Bregu. Pra trajneri Milenković do të ketë më shumë mundësi për zgjedhje për formacionin e mundshëm anti-Partizan. Të gjithë futbollistët bluzinj ishin në urdhër të trajnerit Milenković në seancën e parë stërvitore në kuadër të ndeshjes me të kuqt, por disa prej ushtrime me karakter atletik, lojtarët kanë sfiduar rreshtet e shiut, duke kryer disa ushtrime dhe lojra me top. Bojom ishte lojtari vetëm që u stërvit veç mas grupit, kjo pas ngarkesës së ndeshjes së fundit në Kukës. Luftëtari nuk e meritonte humbje në Kukës, nëse do të vitoheshin disa në gabimet në mbrojtje, si dhe do të ishin më konkret para raportës kuksiane, atëherë do të flisnin ndryshe. Na duhen minimalisht 2 fitore për të siguruar mbijetesën. Ne besojmë se misioni është i arritshëm, por do të jemi më shumë se të lumturuar nëse do të shohim në Gjirokast luftëtarin e para viteve 90, kur i ballafaqohen në Kupat e Europës, u shpreh sportdashit i Gjirokastrit. Është momenti të shohim dhe parashikimin e motit, le të ndjekim bashkë grafikën. Gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe.
shërbisë, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi. Koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Drittarja juaj informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. challenge.gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit përfundojmë edicionin informativ televizionin Kanal 7, ju lënë shoqërinë e programeve në vijim bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.